Si që pat, protesta sonde, thuaj se ishte një fotografi e protestës shkuar, me përjashtim të dhunës që ushtroi pushtetin ndaj protestuesve paqësor, një dhunë e pa shembull të pa arsyetuar dhe që nuk u kërku nga ndonjë shkak i madh. Aty sonde kishte protestues njëherë para me gjithë shpopullimin që ka bëjë Edi Rama, këta prap arrin ta mbushin sheshin plot. E para, e dyta. Aty kishte njerëz sonte, njerëz të varfër, njerëz të vjedhur, të platshkitur, të tallur edhe të përçmuar nga pushteti i Edi Ramës. Unë kam përshtypjen aty ka pas edhe shumë socialistë sonte. Njerëz që dukej se nuk mban më, megjithatë u treguan të përmbajtur, gjithsesi. Ato që hodhën ata, që unë i quaj kërcaska, nuk i quaj as bomba molotov, siç i bëjnë këta, kërcaska, fishek zjarre, dhe përgjigja që u ktheu Edi Rama, jo proporcionale, është në fakt për t'u analizuar. Por çfarë ka ky njeri? Mirë njerëzve nuk se kanë një të përbashkët në fakt pushteti me protestuesit në dy protestat e fundit kanë një gjë të përbashkët. Protestuesve nuk mban më për protestuesit nga gjendja ekonomike, nga varfëria. Për Edi Ramën nuk mban më, e ka humbtoruar sepse nuk do të lëshojnë pushtetin. Pra, të dyja janë në një kështu, po ky ka dhunën, ka forcën me vete dhe ky shkakton edhe dhunën, pastaj se është sigurisht shteti ka mjete për të rraf njerëz dhe për të coptu njerëz atje. Po ta shihni, po ta mbani mend, kur ka ardhur pushtet këtu në 2013 deri nga 2017-2018 kështu, çfarë bënte? Vinte ca goca të bukura aty ka i gardhi sigurisë aty para kryeministrisë, edhe e fuste protestën e opozitës live në Facebook, e fusin edhe këta zarat e vet nëpër rrjetet e tyre sociale. Bënte propagandë, do të jepte imazhin që shikoj unë sprek njëri me dorë, unë jam paqësore, kujdo këtë janë, për të mashtruar ndërkombëtarët. Fakti që sot ky është kaq i acaruar, rreth njerëz kot në kot, dhunon qytetar, dhunon gazetar, dhunon këtë që i del përpara pa ndonjë shkak të madh të arsyeshëm, tregon që këtij nuk i mban më dhe këtij është qerr maska. Ku është qerr maska? Nuk është qerr maska këtij as nga Spaku. Më fiksojeni këtë, as nga Spaku, as nga gjykata kushtetuese, as nga opozita po deshët ju. Ai e ka humbtoruar, është qerr sepse është qerr maska në Europë, edhe në SBA. Në Europë pothuajse nuk duan ta shohin më sy. E kanë kuptuar gjithë që kanë pas bëjnë me një mafioz, me një sharlatan që ua ka ble me para emisarët e Europës që vinë në Shqipëri, ua ka ble me para ose me femra punët e veta si i blen këy njerëzit. Dhe në realitet ka qenë një kreu një organizate mafioze që mushi Europën me drogë dhe që sundon një popull të varfër, e vjedh dhe e platshkit çdo ditë. Kështu njihet sot në Europë, sidomos në Gjermani, edhe ma besoni këtë. Kështu njihet në Gjermani dhe po u njoft në Gjermani kështu, nuk i ke punën të mirë. Por edhe në SBA, siç e shihni ju, edhe deklarata e sotme e ambasadës së SBA-ve, po edhe deklarata më parshme narkotrafik ku kripi organizuar, pavarësisht se ky nesër po deshi le të shkojnë në shtëpi të bardhë, se ky kujton që do i mashtrojnë njerëzit me ato të shkuar në shtëpi të bardhë, nëse do shkojnë për bordin e paqes. Shkuarja ose takimi me Trumpin ose me Rubion, me këtë do që takohet ky për bordin e paqes, fiksojnë e mirë, nuk është legitimitet për pushtetin e këtij dhe nuk ka për të qenë asnjëherë pushtet ashtu legitimitet. Nuk ka për të qenë asnjëherë. Trumpit i duhen numra. Erdhën 5 shtete, erdhën 10 shtete, pra i duhen numra. Ai shtet mund të jetë edhe një shtet ordiner që se njeh kurkush nëpër botë, atij i duhet në numër, ai është 1, është 2, është 3, është 4, pra i duhet numratori Trumpit. Dhe në atë lloj karakteri që është Trumpi, që s'është politikan konvencional, ai sot të pret jep dorën aty, merr firmën për bordin e paqes, nesër të fut shkelmin. Pra, nuk ka legitimitet ai as në Amerikë, por në Europë.
Ky që thoshte do i çoj shqiptarët në Europë me jo po pasaporta europiane, jo po hodhin ner atyre gjithë investimin amerikanëve dhe europianëve, investimin që kanë bërë ata në drejtësi, me reformën në drejtësi. Pra u përdori vetë si deshi qefi, tani thot do i bëj këtë, do i bëj atë reformës në drejtësi. Dhe ky është Edi Rama që mbajeni mend, nëse opozita protestën tjetër nuk e bë kështu xhiro siç e bëri këtë herë. Nuk e bën ta bëjnë të paktën proteste europiane, e kuptoni ju, si janë protestat europiane. Nëse opozita bën një protestë europiane këtu, me këtë zemërim që kanë njerëzit dhe me këtë shfazim që ka Edi Rama, ai ka për të bërë kërtim. Sepse nuk ka për ta lëshuar pushtetin, nuk e lëshon pushtetin kur mbajeni mend, nuk e lëshon kur pushtetin Edi Rama kollaj. Ai nuk njeh koncepte demokracie, ai nuk njeh koncepte parlamentarizmi, ai nuk njeh koncepte drejtësie. Gjithë njerëzit që rrinë me të, gjithë njerëzit që janë rrit me të, e dinë shumë mirë dhe e pohojnë, e thonë edhe kështu privatisht, e thonë gjithë që Rama nuk e mendon, nuk di ta mendojnë që është koncepti demokratik. Ai nuk di ta mendojnë se çdo të thotë kesh një palë kundërshtare, që e ke kundër, nuk bi dakord me ty, pra ai do vetëm njerëz të nënshtruar. E nëse nuk i nështrohesh atij, ai të hyn ndaj akte të bot copa. Kështu që shpresoj shumë, nuk e di ç'do bëjnë opozita punë e veta, po populli në fund fare dhe mos e ngjojnë opozitën fare për protestën tjetër, po letrin aty të ngulet në bulevard edhe mos tik. Edhe do shihni ju ç'do bëjnë Edi Rama pastaj.